Vlora u përfshi nga rreshje me intensitet duke nisur nga mëngjesi i kësaj të marte. Ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë, referuar njoftimit të qendrës kombëtare operacionale të emergjencave civile, ka kaluar në gatishmëri të plot me grupet në terren në monitorim të situatës, duke ndërhyrë sipas rastit aty ku ka qenë e nevojshme. Pavarësisht rreshjeve intensive dhe grumbullimit të ujit në disa segmente rrugore, ekipet kanë punuar për pastrimin e pusetave, largimin e mbetjeve dhe normalizimin e qarkullimit. Situata ka qenë plotësisht nën kontroll. Autoritetet u bëjnë apel qytetarëve që të shmangin hedhjen e mbetjeve në pusetat e ujrave, pasi kjo mund të shkaktojë bllokime të menjëhershme. Në qytetin e Vlorës, stacionet e pompimit të ujrave të bardha dhe të zeza vijojnë të punojnë në gatishmëri të lartë për shkak të rreshjeve të dendura të shiut, të cilat kanë përfshirë zonën. Ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë ka njoftuar se të gjitha kapacitetet janë vënë nën funksion me qëllim parandalimin e përmbytjeve, si dhe mbajtjen nën kontroll të prurjeve të ujit në rrjetin e kanalizimeve. Përveç hidrovorit kryesor që mbetet pika më e rëndësishme e menaxhimit të ujrave në qytet, një rol të madh luajnë dhe hidrovorët e vegjël të vendosura në brendësi të lagjeve. Ata shërbejnë si pika dytësore dhe tretësore të pompimit, pasi ndikojnë drejt për drejt në funksionimin e rrjetit, si dhe në shmangjen e bllokimeve të mundshme. Vlora numëron disa struktura të tilla dhe sipas vëzhgimeve të fundit të gjitha janë funksionale dhe operojnë normalisht. Gjatë kësaj të marte, televizioni 6+1 Vlora zhvilloi një vëzhgim të gjerë në terren, duke inspektuar hidrovorët e lagjeve që janë në Vlorë. Nga pamjet dhe informacionet e mbledhura, u konstatua se punojësit ishin në detyrë, ndërsa pompat punonin në kapacitet të plot për të garantuar që asnjë bllokim apo mbi ngarkesë të mos ndikonte në rrjetin e ujrave. Sipas autoriteteve, deri në këto momente nuk janë shënuar probleme teknike dhe situata konsiderohet e kontrolluar. Megjithatë, gatishmëria mbetet e lartë pasi rreshjet pritet të vazhdojnë edhe në orët në vijim, ndërkohë ujësiellës kanalizime rajoni Vlorë ka kryer ditët e fundit një sër remontesh në stacionet e pompimit, si dhe në rrjetin e kanalizimeve. Këto përfshin pastrimin e pusetave, mirëmbajtjen e pompave, kontrollin e linjave të kanalizimeve, si dhe inspektime të shpeshta në pikat problematike të qytetit. Sipas informacioneve, këto masa janë ndërmarrë me qëllim që qyteti të përballojë pa pasoja prurje dhe mëdha të ujrave, të cilat shpesh krijojnë situata të vështira, sidomos në zonat që njihen për problematikën e tyre. Po ashtu, grupet e terrenit mbeten në kontakt të vazhdueshëm me strukturat e emergjencave civile për të reaguar menjëherë në rast se situata kërkon ndërhyrje të shpejtë.